Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. E trisht, pas 12 vitesh martes, çifti i njohur i showbizit i japin fund. Martesa 12 vjeçare e Justin Timberlake dhe Jessica Biel mund të jetë afër fundit. Burimet thonë se ata po jetojnë gjithnjë e më shumë jetë të ndara. Timberlake po lufton me kritikët dhe shitjet e biletave në turneun e tij Forget Tomorrow, ndërsa Jessica ndodhet në Evropë duke filmuar filmin e saj të ri Matchbox. Timberlake ndihet i izoluar dhe zemërthyer, ndërsa Jessica duket se po shijon karrierën dhe kohën e saj larg gjithçkaje. Problemet e tyre datojnë që nga një skandal i vitit 2019 që përfshin Justin Timberlake dhe një kolege, i ndjekur nga një tension i vazhdueshëm duke përfshirë arrestimin e tij në 2024. Tani, me Jessica të fokusuar në suksesin profesional dhe Justin të rënduar nga pengesat personale dhe në karrierë, shumë veta po pyesin nëse pajtimi është i mundur apo nëse divorci është i pashmangshëm.